Kosova po zë një vend të rëndësishëm në listën e investitorëve të huaj me një fluks investimesh të reja prej 96 milion eurosh për vitin 2024. Krahasuar me vitin e kaluar, investimet e sipërmarrjes kosovare në Shqipëri u rritën me 32% në vitin 2024. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë bëjnë të ditur se investimet kosovare janë të përqendruar kryesisht në sektorin e tregtisë dhe ndërtimit. Stoku i investimeve nga Kosova ka arritur në 422 milion euro në rritje vjetore me 37%. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, investimet e huaja direkte shënuan rritje rekord në shifrën e 1.58 milion eurove me rritje 92 milion euro ose 5.6% krahasuar me vitin e kaluar. Ndërkohë, të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës japin një informacion për investimet shqiptare në Kosovë që vlerësohet se është shteti me përqendrimin më të madh të investimeve shqiptare. Pas pavarësimit të Kosovës nga Serbia, shumë prej bizneseve të konsoliduar shqiptare tentuan zgjerimin gradual për të shfrytzuar potencialet që ofron tregu kosovar. Në Kosovë veprojnë disa prej operatorëve më të mëdhenj shqiptar të distribucionit të mallrave të konsumit, kompani të shitjes me pakisë, si dhe banka, kompani sigurimesh e operator të shërbimeve të pagesave.